Mos bëjmë shumë si të fort në këto situata. Le ta vënë minë, s'ka rëndësi. Se ne donim ta shihnim ku e vë minën ai. Me qëllim që atje ku na duhej ta hapim shtegun. Dhe nëse ne bënim si të fort, ne pastaj e prishnim rregullsinë e veprimeve të atyre. Ne kishim në vëzhgim situatën, por nuk ka pas në thellësi. Brenda kufirit ka pas, bile kujtoj që unë kur filloj të futa njerëzit, unë me njëherë, me gjithë se u thëshëm këtyre të NATO-s që unë po luftoj të ndaloj, po unë ishem ai që u thëshëm shpejt të shpija, mos ju shok të monë në Shqipëri. Më kupton? Këte u thëshëm atyre, kurse kur vinë ata më thojnë amun është me inalu, mos shkojnë ata në Kosovë, se ata ishin shumë të interesuar, mos shkojnë, kurse unë u thëshëm këtyre, jo, ju atje, nxirni lulet të ajebni këtyre të NATO-s, kur vinë t'ju gjejnë të shpija, jo t'ju gjejnë shpija të bosh, e të thonë, hajde se o hapëm rrugën, ne, futuni të shpija juve. Nështë, jo shumë e saktë kjo ideja ime, po ja kështu kam vepruar, unë po them si kam vepruar. Dhe e kujtoj, ka qenë një plaku, i thëshim ne, Gjeledin Gashi, nga Komorani Kosovës, një nga veprimtarët e hershëm të ilegalitetit, dhe njëkohësisht bashkëpunëtori Adem Jasharit, luftëtari i hershëm, ishte komandanti mbështetës logjistike të ushtrisë lindimtare të Kosovës, ishte antar i shtabit përgjithshëm. Ai merret tërësisht me këto çështje. Dhe ai vjen me vrap ke unë, e kujtoj si sot se ka ndruar jetë që në 2001-shin ai në plak i gjatë, krejt flok bardhë, nuk ishte plaka, se ishte më i ri se unë, po i thoshin plak veç pse kishte flok të bardha, si që ka mund tani. Dhe i kishte ngele pseudonimi plaku. Dhe vjen ai me vrap ke unë shumë i revoltuar. Mos lejo të futet njerëzit tutje, thotë se serbët kanë minu rrugën. Dhe të na bjen makinat në mina. Dhe unë këtë kur fliste aje mërshëm shumë seriozisht. Dërgova ekipet me i herë, dhe ekipet e gjenjerëve të mi, me gjithë një shefin e gjenjës të divizionit, që për fat të keq ai në një ditë caktuar ravet në mina dhe dëmtoi 2 këmbët. Por jo në këtë. Oficer shqiptar. Këtë rast, Oficer shqiptar. Po, oficer i shtabi shefi gjenjës divizionit, një Arben Sopi, kapiten. Megjithëse unë nuk e lash me dalë lirim atë, e qova në Itali, u restauruan këmbët, i vun proteza dhe e kam lënë në uniform kur kam dalë lirim, se ku është tani s'digjo për ta. Se s'doshem ta shoh invalid, doshem tjetë në uniform, ani, e kishte rënë atje po. Edhe ky djali ishte për shembull ai që mori detyra të ditë të shkoj të kontrolloj rrugën nga qafa, nga Morina drejt Zhurit dhe nga qafa Prushit drejt Gjakovës. Dhe ai zbuloi nëpër kaldrëmë dhe nëpër asfalt 462 mina që i hoqën e ekipet e divizionit. Çmënimit. Kupton? Dhe pastruan rrugën që të hynin njerëzit mos binin në mina, që do të ishte katastrofe madhe për ato kushte. Pa folur që ata bën një punë të madhe edhe me këto minat, se Serbia ka pas një lloj arme, tip rakete, që kishte largëti 50 kilometër. Dhe ajo lëshonte një tip predhe më mbi që e quajmë ne, e cila plaste një 200 metra mbi tokë, shpërthente, dhe lëshonte 298 granata të vogla. Po i përdorën dhe Amerikanët dhe Vietnam, Granatat mina vogla. grapolo i quanin. Ata granatat kishin një bisak rrushit. Ata kishin një tip fjongoje, si tip kështu parashute, dhe vinë duke rënë atë, po ajo parashutja duke rënë, shvidoste atë pjesën e sipër dhe shliron të gjilporën, që kur binte 1 metër mbi tokë ajo, duhet të pëlciste, gjilpora duhet godiste kapsolën dhe duhet pëlciste tritoli dhe pëlciste granata, dhe ajo 1 hektar vend e bluan të kështu, komplet. Por, shanë si hynë, ata kanë ra shumë për edhe, për atyre mund të kanë ra një rrët 2-13 të tilla. Shanë si hynë ishte që nuk funksionuan ata, zhvidosja. Dhe ata ranë në tokë. Ranë në tokë dhe shkon të kjo ideali, jo vetëm kjo, po gjithë grupet e gjenjerëve që i ngritëm në gjithë hapësirën, kudo që binin, me njëherë shkonin këta, rrethonin vendin, edhe i mbledhin me dorë, i futin thes, i qonin dikuj, azgjesonin.
U bë një punë shumë e madhe me këtë. Po ky ishte fat që ata dolën me defekt, se përndryshe do na kishin shkaktuar shumë dome. Me atë lloj arme që kishin ata. Kurse të tjerat për mua kanë qenë goditje të pa. Ata serbët në fakt ja u dorëzuan amerikanëve hartat e minimit në Kosovë, ndërsa hartat e minimit në Shqipëri nuk i dorëzuan gjithmonë me idenë që do... Nuk i dorëzuan as në Kosovë ata. Ata dorëzuan diçka, po asnjëherë nuk treguan sakt se ku ishin. Realisht kanë ra shumë njerëz në mina tek ne. Që përmend një shifër, 300 saqe ishte. 250 pa, në mos jam i gabuar. Kryesisht ata 90% janë për te. Kanë kaluar kufirin, po. Për shkuar në trega, për shkuar dikua, janë më shumë andej. Këte pak ka pas, e di unë ku ka pas. Por këtu bë një loj, paste se u kryua një organizat për çminimin, dhe ata i vun një kufi 300 metra brenda kufirit. I vun një litar këtu ata 300 metra, kjo pjesë e minuar, se kishin interesat e veta, ata ishin privat. Donin merrin ata... O je që do, nga këto që... Donin merrin do angleze, nuk e di që ishin. Nga këto që marrin fonde. Nuk më ka interesu të merrem hiç me ata punë. Milo unë thash, Milini mu se po i unë pak të buxhetet tuaja, dhe e zgjidhem atë problem, brenda kufirit. Por kur e pash se ata ishin shumë të interesuar dhe kishin mbështetje edhe nga shteti, nga Tirana, e lash atë punë, sumora ma atë çështje fare më. Megjithëse se më vinte pak keq, sepse realisht më rëndonte muaj 300 metrashi, më rëndonte psikikisht, jo edhe moralisht, jo se ishte diçka e vërtetë. Jo, sepse në një farë mënyrë të krijohet ideja që ka hyrë ushtria serbe, ka pasur gjerë që të minojë vendin të... Mina kundër këmbësorisë kanë qenë këto apo edhe antitanke? Ka pas kryesisht mina kundër këmbësorisë, jo antitanke. Antitanket i kishin vënë ata në këtë rrugë që tash. Thonë që kanë një lloj mine shumë të rrezikshme ata të kundër këmbësorisë këto. Minat janë njohura, Do me thënë që po u shtype je i vdekur. Minat janë njohura, i kemi pas edhe ne ato. Janë ekzekututa, janë çdo ku gjitha. Nuk e di ka kanë shku. Po, ka qenë kuadër çarmatimit. I kemi pas. Po, domethënë nuk janë diçka që s'njihet, është diçka që njihet ajo, por nuk na kanë shkaktuar dome ne. Do të bëj një pyetje pak provokative. Ka qenë dhe Farku pjesë e luftimeve, apo u bashkua në terren, apo është më tepër propagandë kjo që luftoi dhe Farku? Ju jeni një dëshmitar i dorës parë. Kjo bë histori e vjetër, kjo puna e Farkut. Praktikisht, po të marrësh një gazetë që botonte kjo Ministria e Mbrojtjes e Bujar Bukushi në Tiranë. Ja dy numra, se nuk e di a ka tjera, po i kam unë ja dy numra të se gazetë. Realisht demanton komplet këtë që pretendimin e sotën politik për farke, për fuqie, për tjera. Ato revistat e tyre që i botonin. Sa ta i suleshin Ibrahim Rrugovës e quanin një hiq, i suleshin Bujar Bukushit e quanin një hiq, nuk e quanin vetë, sa ta zireshin në të farfeje, sa që të befasohesh. Unë i kam një dy numrat asaj reviste, për qef, kur të bëj ata mijat, do t'i vej ata pjesë që janë të asaj kohë. Por, çështja shtrohet, kur filloi lufta e ushtrisë shqiptare të Kosovës, u deklaru publikisht ushtria shqiptare e Kosovës me 28 nëntor të 97-s. U realizu operacioni Koshares që dinamizoi gjithë jetën kombëtare shqiptare, jo vetëm Kosovën. Atëherë Bujar Bukushi mendoi që mbeta mbishtun tani, mbeta pa gjë, dhe deklaroi forcat armatosura të Republikës Kosovës, të quajtura FARC. Pati një reagim mediatik edhe të UÇK-s në atë kohë, edhe të qytetarëve, edhe të intelektualëve, edhe strukturave të ndryshme, edhe të shteteve, dhe ai u tërhoq brenda 30 ditëve. Tha jo, nuk ka FARC. Tha, ka vetëm një ushtri dhe kjo është ushtria qendrore e Kosovës. Dhe realisht këta që quhen FARC s'kan pas uniformë. Uniforma e tyre ka qenë uniforma UÇK-s. Me emblem në UÇK-s, me flamuj në UÇK-s, me strukturë në UÇK-s, brenda numrit të rëndor të njësive të UÇK-s, pra nuk kanë pas asgjë që t'i veçojë. U shkrin, domethënë. Absolutisht po. Ata tani pas lufte për interesat e tyre, sa atje po të shkosh në Kosovë, çdo parti ka qef të ketë ushtrinë e vet.
Po veç mos tjenë këto komandantët e këto ushtarë që kanë luftu. Po të kënë do njerës që do UFO, nuk e di kush kanë qenë ata, po është ushtria jonë që ne kemi pas ide të luftojmë dhe ne kemi shtyrë Kosovën, ja kjo është ushtria jonë. Se çfarë janë këto aventurizma, këto nuk i kuptoj fare. Por, realisht, këto forca mbetën dinamike në Shqipëri. I majmen kishin një gazer. Njëherë kanë pas zyrat këtu jo, fillimisht, në 98 kanë pas zyrat diku këtu para se me fillu ngjitja për në Sauk. Ati ka universiteti Gjuvet Huja, që janë ato, pak më lartë. I kanë pas zyrat, se kam qenë nuk e zyrat atyre, kur ishte Ahmet Krasniqi ministër, që tani po thonë nuk ka qenë ministër, për turpin e tyre. Këta gjallët, a i ka ndruje qenë atë kose, e vranë ata që i shkreti si kishte borë shkërkujt. Sepse është vrarë e njeri, unë sa kom kuptu korë. Përveç se e ka vra UDB-ja, nuk mund të them se kush tjetër. UDB-ja po, kishte interes që të krijon të probleme midis këtyre forcave se i konsideron të me që bënin propaganda ta. Po. Këtyre forcave të UÇK-s. Ka njerëz që abuzojnë UÇK-n, se e vrau. Se e vrau UÇK-ja dhe të fillojnë të vriten njëri me tjetrin këta dy struktura. Por ata, si duket ata që bën këtë, morën në qafë njeriun, nuk e dinë që kjo forcë nuk kishte njerëz në Kosovë fare, s'kishte ushtarë në Kosovë hiç. Ajo ka pas këtu, unë kam pas bën një dakordsi me atë Bukoshin. Ahmet Krasniqi, Krasniqi. që hajde të të ndihmoj të krijosh hapësira dhe qendra servitore në Shqipëri sa duash ti, të jap edhe magazinën nëse ke armë biesh sa duash ti, të jap çfarë të duash ti, por nuk ke drejt të futësh trupat veçanta jashtë strukturat të UÇK-s në Kosovë. Stërvite njësin, e ke gati, ja, merre, hajtë ta futim Kosovë. Do është një punë e mrekullueshme. Po as këtë nuk e bon ata. As këtë nuk e bon. Pastaj pas vrasjes së Ahmetit erdhi Halil Bica, që realisht Ahmeti ishte shumë pozitiv, kurse ai për mua eci mrapsht pastaj, nuk e di për çfarë, se kush e diktonte, se kush e udhëzonte, se kush nuk e di, por që realisht forca nuk ka pas. Bile, se tani shiqanot, thonë në Koshare ka luftu Farku. Ama që presidenti Mejdani, se Koshari është i vetmi vend, i vetmi moment, kër unë kam dhënë leje të hapen forca në vijën e kufirit dhe të hidhen në sulm. Deri në atë moment nuk kisha dhënë leje të tillë. Do të futesh 200-300 metra në kolon, atje hapu dhe vazhdo. Që të mos më provokosh mua, më kupton. Kurse aty unë dhash lejen, hapu dhe tani thonë thym kufiri shqiptar, se i bën ata, nuk e di. Hapu në vijën e kufirit. Edhe sulmo. Futu në formacion luftimi që në kufir. Kufir. Futu që që në kufir, kështu është vepruar. Dhe është vepruar me lejen time. A ditë në mëngjes, qeveria në Tiranë është, se tani unë jo për çdo gjë duhet të thëshim qeverisë, se qeveria kishte ato problemet e veta, një mihallë kishte dhe ajo, s'do merre ajo me shkurrët e mia, se ku i kam shkurrët atje, dhe ku do t'i hapi luftarët në front. Është edhe iniciativa që mund të ketë një komandant në vijën e frontit. Dhe kur filloi atje, u shqetësuan këto në Tiranë, presidenti Mejdani, thret me njëherë Gjavit Alit ndazën sylle në zyrë. Në mëngjes. Edhe u bën presion atyre. Përse donit na futnin luftë me çdo kusht, nuk është mirë të futemi luftë. Kuptohet. Presidenti kishte të drejtë në konceptin e përgjithshëm politik të Shqipërisë në atë situatë. Dhe gjen momentin Gjavit Aliti dhe më merr mua në telefon. Të është bërë skandal, presidenti na vrau, thot në kuptimin figurativ na vrau, jo se do merr të goburën presidenti. Po domethënë, thot na ka vënë përpara përgjegjësisë shumë, thot, si të përgjigjemi. Thash i përgjigjeni që atje ka një komandant dhe ai komandanti ka përgjegjësinë. Prandaj presidenti le të më thot mua. Dhe Gjaviti ka hyrë, i ka thonë presidentit këtë që i thashun, dhe presidenti mori mua direkt duke i pas ata në zyrë. Komandant qa bëhet? Asgjë, qa bëhet? Po atje kanë filluar ata nga vija kufir, po tani janë brenda, i thash. Se realisht ishin brenda, ata kishin pushtu postën. Se vajtora nëntë. Ata kishin pushtu postën kufitare të Jugosllavisë. Thash, po,
po tani janë brenda tash, kështu që është situatë në rregull, është në kontroll ripamerat. Domethënë, edhe u mbyll ky incident. Tani del që pas ka qenë dikush për te meje që unë se pas kam ditur. Jo, nuk ka qenë. Ka qenë pikërisht kështu. Kështu që nuk ka pas i vetmi moment kur trupat e Farkut jashtë marrëveshjes janë futur në Kosovë, është momenti kur Tahir Zema, një nën kolonel, me urdhët Ahmet Krasniqit, është futur në diku nga fillimi qershorit, fundi majit, nuk e di kur, mes qershorit, s'kam ide në datën tamam tani, është futur në Kosovë me rreth 122 veta, me rreth 22 oficera e rreth 100 ushtarë, kështu, që ka hyrë në Kosovë. Dhe atje ka bërë ca budalliqe që s'do t'i bënde realisht, dhe jam i sigurt që në qoftë se do të kishte bashkëpunuar me mua, nuk do të ishte bërë, se nuk akuzoj, nuk do të merrem me budalliqe që të them jo ai ka shërbyer kësaj asaj. Nuk e di kujt e ka shërbyer, se kështu unë duhet bëj padi, po se bëj dot. Ama veprimet si ka bërë të mira. E unë jam dëshmitar i kohës, jam i detyruar të them veprimet si ka bërë të mira. Veprimet kanë ra erë. Veprimet kanë qenë të pakëndshme. Kështu që përfundimisht ai në ditët e parë shtatorit braktisi gjithçka dhe iku. Dhe pastaj s'ka hyrë kush më nga Farku në Kosovë si strukturë. Megjithësa edhe kjo forcë që hyri me Tahir Zemën ka qenë me uniformën e UÇK-s. Edhe vetë Tahir Zema ka qenë me emblemën e UÇK-s. Dhe ka hyrë si luftar i UÇK-s. Është qartë. Kupton? Kështu që termi Fark ka qenë thjesht diçka ajrore që ka qarkulluar. Mediatike për Shqipërinë, le të themi. Diçka pa në po pa peshë operative, pa peshë. Bile unë po ta thon një herë presidentit Majdani, nuk është më mirë të këto struktura që po në rrinë për Tiranë, dhe realisht bëjnë edhe gabime ata, se dilin me uniformën për qytetin e Tiranës. Ushtarët e tjerë, nuk duat merrem me paragjykime, por i kam parë edhe vetë. Në qoftë se ushtarët e luftës e ushtrisë shqiptare të Kosovës nuk guxoni. Ata dilin me uniformën për qytetin e Tiranës, gjëra që janë papranueshme. Dhe dilin me uniformën e UÇK-s, dhe shteti apo policia apo tjetër i identifikon dhe UÇK. Nuk e dinte ai se a janë varësitë Halil Bicës, a janë varësitë shtabit përgjithshëm të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Vërtet. Më kupton, ai shifte uniformën UÇK dhe kaq. I pa të thonë njëherë president Majdani, bëjmë mirë që themi largohuni nga Shqipëria, më tha mos u merr me këtë punë. Le të vazhdojnë aty ku janë. Ai ishte më gjaftot se unë, i dinte më mirë gjë. Mirë, ndoshta keni pasur drejt, sepse u krijuan edhe ca ngarkesa negative në atë moment. Po mirë, u krijuan, por ai e shifte më të favorshme dhe për mua ka pas të drejta, jo unë, që ata le të vazhdojnë të rrinë aty, të një prish punë nuk janë, hanë bukë 3 herë në ditë, hajtë një tjetër, është gjithë problem. Hanë bukë 3 herë në ditë. Që të themë në shketi. General. Shiko, mos të vi që di se atje janë shkruajt edhe artikuj, tjera, edhe mbajnë qëndrimet e grandaj meje që na ka penguar forcat institucionale, si kalon të shkojnë luftë, e tjera, për mua. Por mua nuk më shqetëson kjo, sepse gjithë ata që flasin, nuk ka qenë pjesë e luftës. Flet dikush që së më nje fare, flet dikush që së është taku kur me mu, flet dikush që së dhe asë kush jam atë se qëfar jam. Ama ata që kanë qenë me muar, edhe ata, edhe Halil Bica, zgudon të flasë, le ta thot një fjalë. Le ta thot. Që ka qenë ministri mbrojtjes i atyre, edhe të tjerë, le ta thonë, se nuk guxojnë se s'u kanë bërë borxh. Bile, komandanti i divizionit Kukësit, Kudus Ilama, nuk ka bërë asnjë orë stërvitje me trupat e divizionit, as me oficer, as me ushtar. Nuk ka bërë asnjë orë stërvitje me trupat e ushtrisë qendrore të Kosovës. Personalisht flas, jo stërvitje të organizuara kështu, këtë diçka tjetër. Asnjë orë, personalisht, unë si mësimdhënës, t'jap mësim, a kam bërë me javë stërvitje me oficerët e Bujar Bukoshit. Trajnim që të freskoj një urit, personalisht flas. Plum Qazimi, që ka qenë bërë shefi shtabi përgjithshëm, shpeshherë ka marrë pjesë në ato trajnime, i ulur në sallë duke dëgjuar, e unë duke dhënë mësim për para tyre. Tash më ngjallë kuriozitetin. Se nuk e njihnin
metodën e luftës Po ata ishin malore, larguar, disa ishin larguar që më në dhe njeshin, disa, tani, imagjino të marrësh mua tani, në këtë kohë që jam larguar që në 2006, e të më thua shko drejton një operacion. Nuk e di si e bëjun. Në duhet me fut një 2-3 ditë njerë në rrjedhën e problemeve që unë shkoj të kryet të tyrën, se unë tani ka kaluar gjitha ajo kohë, edhe ata nuk i paraqikoj. Ishin larguar. Ama shkoshem vetë. Unë kisha oficera, se duesh me shku më bot trajnim. Po shkëshim personalisht me bot trajnim me ta, vetëm që ata ti thithi, ti marë se ushtria qërimtare kisha shumë nevoj për ta. Për kuadrë drejtues. Për ta. Ore kemi nisur deri në vit frontit dhe janë kësë më rapsh në kufije, ma kanë lënë shoqërusin, kur ka shoqërusin, pse u ktheve ka shpet? Jo po ktheva më rapsh. Po pse? Po kësujnë, ata ikën, nuk pranon me... A fajtore edhe për këta jam unë. Kështu që është mirë mos kapen me ty me si ka ndodhur. Nëse jam fajtor edhe për këta, që më ka ardhur korrieri shoqëruesi, jo korrier, se ishte djalë i luftës, që e nisha me njerëz për t'i quar në detyra. Kur erdhi? Pse erdhe më? Sa po, ç'a të bëj? Pse të vazhdove rrugën? Ç'a bëre? Po sa vetëm unë ta shkoj? Po ata kthyen, ikën gjithë, pa hin kufi, ikën gjithë, nuk pranë me asnjëri. Tani edhe për këtë jam fajtor unë. Jo. Jo, nuk mund të. Shemira mos. E unë po të them që mos t'i hapin ato letra. Le të shkojnë ka dëshmitar që deri tek stërvitja atyre, trajnimi i oficerave, për t'u freskuar një urit që ata më shumë e bëshëm që t'i njoh nga afër e t'u them hajdi, shkoni. Dhe kush ka dash më ardh, sot është krenar atje, ka shkuar. Kush ka ardh ka thonë, shokët e mi s'po vinë, a ka mundësi të shkoj unë? Drejt ka shku në detyrë. I është dhënë shënimi, ka marrë detyrën, ka shku atje, ka luftuar, ka udhëhequr, është krenar sot atje në Kosovë. Është i lumtur që ka kryer detyrën e vet. General, sot luftrat kanë ndryshuar, ju e thatë vetë që, domethënë, 15 vjetë shkëputje, ndryshojnë teknika, taktikat, armatimi. Në një konfrontim midis Serbisë dhe shqiptarëve, unë tash me quaj Kosovë, Shqipëri do reagojnë si një trup i vetëm, nuk kam. Është më ushtria serbe ajo ushtria e frikshme e trashëguar nga armata jugoslave që kishte gjitha llojet e armatimeve? Shiko. Nuk e di atë thash ty apo e kam përdorur diku tjetër. Putini në Ukrainë bëri një gabim. Jo, se ke përdorur të unë. E bëj një gabim. Kujtoj që është Stalin. Harroj që është Putin. Harroj që Stalini ka vdekur para 100 vjeç. Më kupton apo jo? Të kuptoj shumë mirë. Ashtu. Vučići. Putini kujtoj se ushtarët e tija janë ushtarët e Stalinit. Harroj se ata ushtarët e Stalinit, që dhe kur të vrita i fundit nuk e lëshon vijën e frontit, kanë vdekur para 100 vjeç. Janë ushtarët e Putinit, tha. Më kupton apo? Pra, të ngatërrohesh në këto gjëra, shkon në disfat që shkoj ky Putini në Ukrainë. Që mendoj se do të më presin me lule, brenda 24 orëve do shkoj të mbaj një fjalim pompoz në Kiev e tjera. Edhe ekspertë një allës u gabuan. Jo, kjo është një, ajo është mashtruar. Se këta udhëheqësa që janë diktator, këta kanë një problem. Problemi i tyre është që nëse nuk e duan kundërshtarin, armikun e tyre, e ai që ju sjell informacion, ju sjell një raport që e vlerëson realisht gjendjen atje, ata e ekzekutojnë ata, e quajnë kundërshtar, armik, bashkëpunëtor të armikut, dhe ekzekutojnë. Më kupton? Kështu që ata preferojnë raporte dhe informacione që i kënaqin ata. Kur i ka shkuar Putin për shembull informacioni që në atje do të presin me lule, brenda 24 orëve të do mbash fjalim në Kiev, populli me zi pret, ata s'kan bukë të hanë, etjera, ajo është kënaqur dhe ka thënë, tani po. A di që ai ka ndodhur Hitlerit? Hitleri ka bërë një gabim shumë të rëndë në luftë. Një gabim shumë të rëndë, nuk e di a ke informacion për këtë. Ata që duhet t'i gradonte, t'i dekoronte dhe t'i avanconte në detyra, i ekzekutoi, i varin litarë në vitet 39-40. Se i sillshin informacione reale se cila ishte gjendja në Bashkimin Sovjetik. Dhe i qoj në litarë gjithë ata. Ata që i sollën informacione mashtruese,
që në Bashkimin Sovjetik s'kan bukë të hanë, në Bashkimin Sovjetik është gati shpërthej lufta civile, në Bashkimin Sovjetik shteti s'funksionon e tjera. Ata ai i besoj, i avancojnë në detyrë. I varin 45-ën, po zvlente ma. Se i vari dhe ata. Këta i varin 45-ën. Po këta duhet të kishte varën 39-40-ën dhe të kishte këta që i varin 39-40-ën, 45-ën, do kishte fitu luftën. Më kupton? Se duhet të njohësh gjendjen e kundërshtarit. Tani, problemi është, uroj, që të ketë qef, ta mashtrojnë edhe këtë Vučićin. Ti thonë që në Kosovë, Shqipëri, populli është gati të shpërthej, të kapi udhëheqësat e të shqy, s'kan bukë të hanë, s'kan komunikim, janë gati të hanë njëri tjetrin. Uroj të ketë qef të shqojnë që aso informacion është edhe Vučićit. Dhe kam qef, t'ja marrë më në zoti, të sfiloj një veprim. Por, të siguroj, nuk janë ushtarët e Titos. Jep Milošević, se Milošević s'ka pas ashtu. Janë të Vučićit këta ushtarët. Dhe Vučići nuk është Tito, është Vučić. Këtu duhet vlerësoj veten ai që është. Jo ai që ka dëshirë të jetë. Se janë shumë do me thonë se këto veprime. Pa folur që kjo luftë është e pamundur sot për sot. Pa thash një herë ty, thash atë punë asaj që e pash aty, që ishin 200 që kishin një tren aty në mes, dhe lefshin njëri tjetrin. Sa hoqi dikush trenën, ata u qetësuan, nuk lefën më. Kështu është, po e më qonë edhe atë Vučićin, se di që është këfori atje në vi, dhe lefën, pëse ti ke këfori nesër për i Kosove, komplet. Edhe u leksi, të siguroj nuk e hapë gojën më. Nuk e hapë gojën më, të siguroj. Jo, nuk e unë të disërtim, po qesh me atë punën e qenëve, se kam parë dhe unë, atë 2 qenëve që po i lef një njëri të sa i hoqën gjamin u qëtësua, nuk po pra, edhe ai, është këfori atje, realisht është natë. Ma atje qeni vogër hyri masanit të teritori, qeni të mavë dhe nuk bëri zë qeni mavë. Kështu që uroj të mos ketë gjërat të tilla, por shiko, organizimet që bëhen, edhe një gjë kam merak të them, organizimet që bëhen për me dëshmitarët për në Hagë, duke i veshur me antarësi partish politike, është shkelja më e madhe që bën politika në Kosovë, që bëjnë partit politike në Kosovë. Dhe është abuzimi më i madh me çështjen kombëtare. Do të apelonja që partitë politike në Kosovë të distancohen nga dëshmitarët, të mos i marrin në mbrojtje dëshmitarët, se janë duke vepruar një lloj sikur Vučići që merr në mbrojtje kriminalët Mitrovic Neveriut. Dëshmitari që ka marrë përsipër, tjetë dëshmitari i hapur, ai fshet të shkoj me emrin e vet, me mbiemrin e vet, me përkatësinë e vet, me idenë e vet, do të bëj dëshmi atje. Po jo antari kësaj partije, jam antari asaj partije, dhe i kam shërbyer Serbisë. Shiko. Nuk shkojnë këto gjëra. Atëherë kjo parti, ai ka shërbyer Serbisë? Ë? Se përderisa unë deklaroj jam antari kësaj partije, dhe i kam shërbyer Serbisë deri në 99. Atëherë ç'lidhje ka mund si parti me shërbimin ndaj Serbisë? Ose unë jam pjesë e saj. Duhet të distancohen. Ky është apeli që bëj për partitë politike në Kosovë. Se seriozisht po marrin pozicion. Ja, edhe Ermali do ta veçoj këtë pjesë dhe ta bëjmë rrjedhë. Po marrin pozicion të pakëndshëm. Dhe nuk do desha të kishte pozicione të tilla. Kush don, shkon atje me emrin mbi emrin e vet, të bëj dëshmi si ta di ai se është e vërteta, apo si ta ketë idenë, apo si ta keni strukturë, s'ka rëndësi. Kjo është problem tjetër, po jo në emër të partive politike. Nësa ajo që më është e dhimbshme është që prokuroria ka njohur si dëshmitar edhe ish polic të kohës së pushtimit që kanë kryer krime ndaj popullsisë shqiptare. Dhe i ka njohur si dëshmitar. Me pa ata po shkojnë si antar të LDK-s atje se. Kjo është e dhimbshme, e vërtetësh është. Po kupton apo jo? Nuk sot ai thot po, kam qenë polic deri në 99, kam qenë detyrë, kam qenë shumë mirë, kam qenë antar i LDK-s. Ç'do më thon kjo? Nuk ka të drejta, edhe polici i Serbisë edhe antar i LDK-s. Se me qafë LDK-n, jo vërtet. Po s'ka pse kriminalizon LDK-n. LDK-ja është vlerë kombëtare. Pa diskutim.
çdo parti politike është vlerë kombëtare. Dhe s'ka të drejtë t'ia lejoj vetes asnjë lloj vlere kombëtare që të kriminalizohet për shefin e dikujt tjetër që don të vishet me politikën e asaj partie që i intereson atij për të bërë gallat atje ku i intereson apo për përfituar si individ atje ku i intereson. General, unë të falenderoj për gjithë bisedën. Faleminderit edhe ty. Shpresoj të kemë rishtas, por me lajmet mira për komandantët në gjykatë. Uroj edhe unë të kemi lajme sa më të mira, megjithëse thash, ky është një gjyqje vështirë. Gjyqi shtrigash është. Ata janë atje në gjykatë, janë përballë atyre prokurorëve gjykatësve, por mas shpinës së tyre në ato karrige është ullur edhe Clintoni, edhe Albrighti, edhe Tony Blair, edhe Joshka Fischer, edhe të tjerë, dhe uroj që këta që janë hija atje mas trupit të tyre, këtyre djemve, këtyre burrave, të ndërgjegjësohen dhe të thonë nalu pak, se s'keni të drejtë të bëni shaka me veprën tonë. Fatkeqësi unë them nga një herë është edhe që Holbrooke dhe Albright kanë ndruar jetë, nuk janë më në këtë jetë, sepse kanë qenë figurat jashtëzakonshme që edhe mund të dilnin në mbrojtje të tyre. Ka të tjerë që do dalin, sa duash, ka sa duash. Okej, le të shpresojmë, fjala jote në vesh Perëndis. Po, ka sa duash, dhe do dalin gjithë. Të falenderoj shumë, General. Faleminderit edhe juve që na ndoqët. Si gjithmonë ju rikujtoj të bëheni pjesë e kanalit tonë YouTube Dritare TV dhe Rudina Xhunga. Faleminderit që na ndoqët dhe mirupafshim në emisionin e ardhshëm. Natën e mirë.